Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi në fakt këtu me emisionin Sinjal me Muar Malpeçin për diskutuar në fakt mbi zhvillimet e ngjarjeve më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë ndodhi ditën e sotme brenda sallës së gjykatës, çfarë ndodhi në ekzekutimin e gjyqtarit, por edhe çfarë pasigurie është krijuar tashmë. Duket se një goditje e tillë jo vetëm ka tronditur ndër të tjera institucionin e drejtësisë, por ka goditur themelet e shtetit. Vrasja e një gjyqtari është fiks njësoj si kur ke vënë një bombë në themelet e shtetit. Të do të mundem diskutojmë sot me avokaten Alesia Balliu për të folur jo vetëm mbi çështjet dhe zhvillimet më të fundit mbi një ngjarje tragjike, por gjithashtu edhe mbi atë se çfarë ndodh politik, duke qenë se tashmë të dashur miq, ajo që është bërë publike është shpallja e kandidaturës, por jo vetëm kaq, nga Sali Berisha, kandidatit Florian Binaj, si pjesë e shoqërisë civile. Alesia, kënaqësi. Faleminderit për ftesën, Armal. Alesia, doja ta nisi me njëherë të diskutoni pak për këtë ngjarje tragjike. Doja t'ju pyesja një herë, duke qenë se në profesionin tuaj ju jeni avokate, a keni pasur mundësinë ta njihni gjyqtarin Astrid Kalaja? Në radhë parë unë dua t'i shpreh ngushëllimet familjes, pa diskutim që e kam njohur, pasi kam rastisur në seanca gjyqësore gjatë kohës kur kryeja detyrën time si avokate dhe përfaqësoja klientët e mi. Gjyqtari ka qenë një person i drejtë, një person korrekt, një person i cili ka përfaqësuar uniformën e tij me një korrektësi dhe puna e tij pa diskutim është për t'u përshëndetur. Ajo që ndodhi sot është tragjike, është një ngjarje e cila jo vetëm na ka tronditur ne kolegët, por gjithë opinionin publik. Kjo ka ndodhur për pasojë dhe të mungesës së sigurisë dhe të kontrollit në gjykata, në institucione, ku pa diskutim duheshin marrë masat e duhura për çdo person i cili hyn sallën e gjyqit dhe në ambientet e gjykatës. Alesia, po doja në fakt edhe të diskutonin pak mbi profilin, duke qenë se ju thatë e kemi njohur për shkak edhe të profesionit të gjyqtarin Astrid Kalaja, doja në fakt ju pyesja natyra e tij, ishte një natyrë e paqë, e qeshur? Ishte një natyrë e qetë, një natyrë korrekte, një natyrë e cila vepronte në bazë të ligjit, ishte një natyrë e cila ishte e respektueshme me kolegët, me avokatët, ka qenë korrekt në qëndrimet e tij. Ka përfaqësuar denjësisht postin që ka pasur. Unë edhe tani në këto momente jam edhe shokuar nga ngjarja, nga lajmi dhe vetmja që mund të them është i uroj ngushëllime familjes. Qofse qëndrojmë në këto zhvillime, doja të pyesja edhe pak për shkak të profesionit tuaj, më pas të kalojmë tek ato çfarë neve flasim zakonisht politik. Si ka mundësi që një person të hyjë me armë në ambientet e një gjykate? Vetëm do doja të bëj një përshkrim si funksionon kur ju, sepse mos ka lidhur ndonjë punë aty në ambientin e gjykate, por ju për shkak të profesionit nuk ka filtra sigurie, çfarë ka dështuar në të raste? Atëre në rastin konkret që po flasim, unë mendoj që ka qenë pikërisht koncentrimi dhe përqendrimi i individëve të cilët duhen të merren me sigurinë dhe duhet të merren me mirëmbajtjen e çdo personi që hyn në gjykat për të kontrolluar. Ka ndodhur ky precedent pasi është anashkaluar kontrolli. Dhe duke u anashkaluar kontrolli, humbet siguria. Dhe duke humbur siguria, ndodhemi përballë kësaj tragjedie, sepse mendoj që është bërë një lapsus dhe një mungesë kontrolli nga ana e individëve brenda gjykatës, cilët e kanë për detyrë që çdo person që të hyjë duhet kontrolluar dhe absolutisht mos ketë armë me vete. Qofse qëndrojmë në këto zhvillime, Alesia, doja edhe pak t'ju pyesja për faktin që ju thotë s'duhet të ketë armë me vete. A do duhet që kodi penal ta shpërsohet armbajtja pa leje, se duket ditën e dieshme një person bëri një rëmuj, 7 makina të aksidentuar sepse kishte armë me vete dhe s'donte që ta kapte policia. Sot u trondit sistemi gjyqësor, u godit shteti, u godit drejtësia.
a duhet këtë një ashpërsim për personat që mbajnë armbajtje pa leje dhe nëse kapen të ashpërsohet kodi penal, se më duket se e kanë bërë të rrugës se secili mban në një armë kur ecën gjatë ditës. Ashpërsimi pa diskutim normal është një masë parandaluese, por nuk është një zgjidhje në opinionin tim. Sepse armbajtja pa leje ka një dënim caktuar që në opinionin tim është korrekt. Kurse, ajo çka ka ndodhur sot është e pa precedent dhe unë këtu mendoj dhe them me bindjen plot që kemi të bëjmë me persona psiqik, me persona të cilët veprojnë në bazë të impulseve momentale dhe e shohin çdo gjë bosh. Dhe në ato moment ato veprojnë në subkonsciencën e tyre dhe nuk janë të vetëdijshëm të dëmit që po i shkaktojnë dikujt tjetër, vetes tyre dhe gjithë ambientit shoqëror. Sot është shokuese kjo që ka ndodhur. Kjo është një lajm shumë i keq, jo vetëm për familjen e gjyqtarit, por për gjithë shoqërinë shqiptare. Absolutisht nuk duhet jetë zgjidhje armbajtja, nuk duhet jetë zgjidhje marrja e jetës dikujt, qoftë kjo për një çështje pronësie apo qoftë kjo për një çështje madhore. Por kjo nuk e bën që t'i hiqet përgjegjësia gjykatës dhe pa diskutim individëve cilët janë të angazhuar dhe kanë detyrimin që të kontrollojnë çdo person që hyn aty. Sot ato janë bërë bashkëfajtor bashkë me autorin të këtij krimi makabër që ka ndodhur. Lesa, qofse qëndrojmë në këto zhvillime, do doja të merrja një koment prej jush duke i lënë pas të ngjarje të rëndë dhe tragjike, duket se tashmë Partia Demokratike ka shpallur kandidatin e saj për Bashkinë e Tiranës, i cili është pjesë e shoqërisë civile nga Florian Binaj. Atëre, si artist, e vlerësoj pa diskutime notën 10, si njëri e vlerësoj pa diskutime notën 10, dhe si personazh publik, pa diskutim e respektoj për kauzat edhe për zërin që ka ngritur kundrejt disa çështjeve caktuara të shoqërisë shqiptare. Tani të kalojmë në planin politik dhe të flasim politikisht. Partia Demokratike nuk ka asete. Partia Demokratike po të kurret dhe Partia Demokratike po humbet identitetin e saj. Që do të thotë, pa diskutim, sepse Partia Demokratike nuk ka një përfaqësues politik sajnë. Si do hy Partia Demokratike pa logon këto zgjedhje të Partisë Demokratike? Për çfarë luftuam tek foltorja, për çfarë bërëm gjithë luftën me Lulzim Bashën? E bëm për logon, për të ruajtur identitetin. Partisë Demokratike në drejtimin e Sali Berishës po i mbet identiteti. Nuk është çështja tek emri Florianit. Floriani është shumë djalë i mirë, i urojmë suksese. Është tek procedura dhe procesi si po e bën Sali Berisha. Dhe Sali Berisha këtë proces prapë po e manipulon. Me një arsye të vetme për të justifikuar humbjen madhështore që do marrin në Tiranë. Duke thënë që Partia Demokratike, dashur pa dashur, po i bojkoton këto zgjedhje. Se për sa kohë logoja e kësaj partie në 35 vite do jetë hera e parë që nuk hyn në zgjedhje me logon e saj, këtu kemi të bëjmë përballë një precedenti. Është sigurt që s'do hynë me logon e tyre, Alesia? Tani në informacionet që kam unë është kandidati do hyj pavarur, dhe nëse hyn me logon e Partisë Demokratike, aleatët nuk do të supertonin. Deri në këtë moment që flasim, se unë tani nuk e di çfarë vendimi merr Berisha nesër. Deri tani që flasim, këto ujëra janë bisedimet. Dhe në bazë të këtyre ujërave po jap dhe unë opinionin tim, argumentin tim përkatës. Për mua është falimenti i Partisë Demokratike që në 35 vite mos hyj me logon e saj. Dhe kjo është sepse kjo parti që dikur ka pas gjithë këto resurse, sot ka ngelur pa resurse, sot ka ngelur pa kandidat, pasi të gjithë kandidatët janë bërë qesharakë, sepse Sali Berisha i ka bërë të tillë, me deklarata, me gara, me humbje, duke i kish përdorur së ndryshe. Tani, kandidatura që vjen përballë Edi Ramës, Edi Rama ka vënë vartësen e tij. Ndërkohë, Berisha ka vënë klonin e Ramës. Berisha ka vendosur klonin e Ramës? Po patjetër, klonin e Ramës, dhe tani jemi drejt si mund ta them një realizëm magjik.
I bie që Rama në zgjedhjet e radhës vendosi Agron Llakën përballë Berishës. Në këtë terexhe është ka të ndisur sot që flasim Partia Demokratike. Tani ishin 3 kandidatura tjera në listë që nuk u morën parasysh sepse duhet ishte dhe punëtori i Xenit. Ai që do ishte vendosur si kandidati i Selis Blu. Tani kjo parti ka ardhur i Xenit. Pse e personifikon Florian Binaj si punëtor i shkëlqen Berishës? Të thash që në fillim opinionin personal në lidhje me emrin e Florian Binës. Opinioni politik është diçka tjetër, dhe kjo nuk ka të bëjë fare me emrin e Florit. Siç ta theksova dhe në fillim të emisionit, Flori është shumë djalë i mirë. Që them pse them është punonjës i Xenit, sepse punon te Syri TV. Detyrimisht është punëtor i Xenit. Këtu nuk është ofendim, këtu është një realitet. Tani neve kemi ardhur në këtë studio për qenë të sinqert, për qenë të vërtet. Tani kundra imazhit apo personit apo humoristit dhe intelektualit Florianu nuk kam asgjë kundra. Tani unë po të flas për Partinë Demokratike, për procesin dhe për gjithë procedurën që u ndoq. Ai tha do pyesa aleatët sot za emrin e zgjedhurit ti pa ulur në tryezë me aleatët. Dhe këtu unë hy prapë te koherenca e ujkut vjetër në politik që është Berisha, që do thjesht një emër sa për të ndërruar lëkurën, po mbas ti është Sali Berisha, me një lëkurë të re. Nga të gjithë kandidatët që ishin, ai nuk ishte asnjë në varësi të vet, përveç se Florianit, që është në varësi të televizionit të birit. Dhe pa diskutim, ai nuk mund ta çonte pushtetin opozitar në duart e dikujt që ai nuk e kontrollonte dot. Po pse do duhet përdorte këtë mekanizëm Berisha, Lesja? Ky mekanizëm do përdoret që se nuk ishte tjetër, pasi 2 kandidaturat serioze nuk pranuan të ishin pjesë. Ky donte një gjithë përfshirje opozitare me një kandidaturë të pavarur dhe pa diskutim që do përdorte asin në mend që e kishte në varësinë e tij. Lesja, në këtë kuadër, se ne mund të mendojmë që tashmë Zoti Berisha mund të jetë përballë edhe presionit të Agron Sheajt dhe ka pranuar, por s'ka pranuar kandidatët e Zotit Sheaj dhe ka nxjerrë një kandidat vet. Apo i bën presion Agron Sheaj Zotit Berisha apo është thjesht një lojë sa për imazhin publik? Unë mendoj që Agron Sheaj ka qenë i sinqert në atë çka ka kërkuar një emër dhe nuk ka deliruar që ta përcaktojë ai emrin pasi ai është koshient që nuk është forca më e madhe opozitare. Për parimin që ka hedhur Zoti Sheaj është okej në argumentin dhe në logjikën e partisë tij, sa ai thotë keqja më e madhe është pushteti dhe pushteti duhet mbledhur gjithë instrumentat për ta sulmuar. Që nuk i ka vënë kushte, kjo duket qartë azi, sepse nëse do i vinin kushte, do ishte kandidati i Zotit Sheaj, ai që do ishte në listë. Zoti Sheaj ka hedhur ide në parim dhe Berisha pa diskutim që e ka përdorur gjithë këtë marifet për ta pasur prapë në kontrollin e vet dhe të familjes vet. Dhe nuk e çon Partinë Demokratike për ta hapur, sepse nëse do donte ta hapte para 11 majit. Tani duke e parë që munguan resurset, ai çfarë bën? Nuk është sa i e hap, ai gjen dikë që ta vëj në krye të listës për t'i hequr përgjegjësinë e humbjes. Sepse nuk mund të thuash që Floriani do ketë përgjegjësi politike. Përballë kujt do japi llogari Floriani? Kush elektorate ka votuar Florianin? Ka përgjegjësi politike Zoti Binaj në këtë 2 luftime me pushtetin? Jo. Bëri një sondazh Sali Berisha midis 3 emrave kush ishte më i pëlqyer për publikun? Jo. Atëherë ne jemi përballë faktit që në këtë parti vendos po Berisha nuk do ta hapi këtë parti, sepse po të donte ta hapte këtë parti, në 11 maj Flor Binën e fuste në listat mbyllur dhe linte jashtë liste Klevis Balliun, Albana Vokshin, Edi Palokën dhe besnikët e vet. Ky është një marifet i vjetër, janë të gjithë kurthet e vjetra të Sali Berishës, të cilat i përdor her pas here duke ndruar stinën në mënyrën si konvenon atij dhe interesit tij personal. Si konvengon dhe si pas interesit personal. Po patjetër se po ta donte Flor Binën dhe tu hapte PD-ja e fuste 11 maj në listat mbyllura të Tiranës. Nuk e linte Flor Binën as në listë mbyllur as në listë hapur. Dhe linte besnikët e vet në listën e hapur për të hapur partinë. Tani të janë marifetet vjetra që nuk i hanë mas populli.
Alesja, në anën Pastaj tjetër... ku e kemi neve sigurin që elektorati djathtë do suportojë zotin Binaj? Jo, do të pyesja para se të kaloj se do të bëj dhe këtë pyetje, por para se të kaloj do doja në fakt të bëj një pyetje tjetër të radhës, cila lidhet drejt për drejt me faktin që edhe Adriatik Lapaj është shprehur pro Florian Binajt. Ditën e sotme zoti Berisha e ka zyrtarizuar. A e ka të mundur Florian Binaj të bashkoj gjitha flukset që ndodhin brenda Partisë Demokratike? Tani, në rast parë, reagimi zotit Lapaj, në opinionin tim ishte i pritshëm. Mos harrojmë që kur nisi lëvizjen Shqipëria bëhet, zoti Lapaj ka pas 2 bashkëpunëtorë në krah që kanë qenë pikërisht Flori dhe zonja Edlira. Apo jo? Që t'jemi korrekt me publikun. Po, është vërtet. Deri diku, në çdo takim Floriani e ka ndjekur është një kthim deri dhe pse jo një suport shoqëror që Adriatiku ja jep. A mund të mbledhi të djathtën për te, që këtu hynë zoti Shea, këtu hynë djathta, Senke Ledi, këtu hynë gjithë supportuesit e Lulzim Bashës, Euroatlantikët, këto nuk e di. Por në këto minuta që ne po flasim, mund di të them që nuk po mbledh do të gjithë PD-n. Pa kaluar fare të aleatët, pasi shoh në Facebook-un tim, mori fotosh të zotit Binaj me zotin Veliajn, duke pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me njëri tjetrin. Foto të Veliajt me zotin Binaj? Po, edhe shoh në rrjet që janë shpërndar nga demokratë dhe nga shumë antarë të Partisë Demokratike që kanë bërë luftim kundra zotit Veliaj dhe kemi ndetur tek ato protestat që u bënin para bashkisë derisa ndodhi momenti i arrestimit të tij. Alesja, në këtë situatë kur ju thoni që dhe vetë demokratët janë gati... Pikërisht, pyetja juaj ishte nëse ai përmbledh gjithë faktorët. Dhe unë ty po të kthehem, a përmbledh do të gjithë PD-n pa arritur te Euroatlantikët e djathtas te mundësia. Sepse duke parë një mori fotosh të zotit Binaj me zotin Veliaj që janë shumë miq me njëri tjetrin, dhe ndërkohë demokratët dhe shumë e shumë tjerë kemi ndetur në 44 protesta tek bashkia për kauzat që ne mendonim që ishin të drejta dhe kemi luftuar. Unë nuk e di a do arri të mbaj votat e të djathtës, jo më të shkoj përtej tyre. Fakt, në qoftë se qëndrojmë në këtë pjesë, ka reagime të forta sepse ka pas disa zëra që ditën e djeshme i kanë bërë publike zërat kundër Binajt. Te Vernozi e pa shumë postimin. Se Vernozi është një ndër personat më karizmatik që ka Partia Demokratike dhe Vernozi ka bërë një postim ku shifen fotot qartë zotit Binaj me zotin Veliaj shumë të qeshur në një bashkëpunim në një koherencë midis njëri tjetrit. Tani, mbas postimit që Vernozi ka bërë, gjithë antarët e Partisë Demokratike kanë bërë statuse caktuara në të cilën shprehin pakënaqësinë e tyre për procesin dhe mënyrën se si Berisha shpalli kandidatin. Si Berisha shpalli kandidatin? Sepse Berisha duhet të kujtojmë historinë, se historia Ermal na ndihmon dhe të përmirësohemi. Më lër të kujtoj që një ndër arsyet që ne ndoqëm foltore, ndoqëm Bashën, ishte që kandidatët, deputetët do t'i zgjidhte antarësia dhe pa diskutim, edhe deputetët dhe po shumë kresia. Tani ky del në një konferencë, thot ky është kandidati, pa bërë një sondazh, pa u pyetur fare me antarësinë, dhe këto janë vendime totalisht personale. Pastaj kalojmë tek ajo që them unë ty që është punëtor i Xenit. Nuk ka të bëjë me Florin si individ. Kjo ka të bëjë me ruajtjen e pushtetit opozitar brenda për brenda familjes Berisha. Se ishte Flori, mund të ishte dikush tjetër. Prandaj e ndava çështjen e tij personale nga çështja politike e Partisë Demokratike, që mos kemi keq kuptime edhe për teleshikuesin që na ndjek. Alesja, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, ditën e sotme vetë zoti Berisha është paraqitur në SPAK, nuk ka ndaluar edhe ditën e sotme ti lëshoi akuza ndaj Altin Dumanit duke i vendosur mbi emrin përsëri Troplini. Si e shikoni këtë betejë që po bën Berisha me SPAK-un dhe me zotin Dumani? Tani, beteja që po bën Berisha është një betejë e denjë për Berishën dhe për të ruajtur pa diskutim interesin e vet personal dhe familjar. Beteja e Berishës me SPAK-un nuk ka lidhje me betejën që Berisha po bën për opozitën, për demokratët apo për Shqipërinë. Beteja me SPAK-un është një betejë personale.
cilën ai do ta luftojë në mënyrën që di ai. Tani, që soti ai kishte më pak protestu se herët e tjera, ky është fakt. Po ta vjen re. Me kujdes, Sali Berisha kishte humbur protestus cilët e kanë ndjekur gjatë gjithë kohën siç e kemi parë dhe e kanë shoqëruar. Dhe kjo është një shenjë pa diskutim që pushteti i tij sapo vjen dhe po bie. Dhe pushteti opozitar flas, ai pushteti ka ngelur tani. Alesia, në anën tjetër shikoni të mundur... Kështu që unë nuk e shoh luftë fare të Partisë Demokratike me SPAK, unë është lufta personale e Berishës për të ruajtur interesat personal familjar dhe pa diskutim lirinë e vet dhe të familjarëve të tij. E shikon në këtë moment që Partia Demokratike është në kaos, duke qenë se janë 6 bashki, ne jemi të fokusuar më shumë te Tirana, por janë dhe 6 bashki tjera të cilët nuk po reagon Partia Demokratike të nxjerrë një kandidat. Shikon një kaos brenda PD-s në këto momente dhe anë dihen të zhgënjur demokratët me zotin Berisha? Demokratët janë më të zhgënjur se kur dhe PD është drejt bojkotit saj si parti politike. Sepse është vendimi më i keq që mund të marrë një parti politike të hyjë me kandidat pavarur. Se nëse ti po hyn me kandidat pavarur dhe pa logon e Partisë Demokratike, për çfarë je ti Parti Demokratike, për çfarë je ti parti politike? Dhe kujt i shërben ti kur ti nuk ke kandidat? Sepse PD-ja ka dhe një histori, ka një ideologji, këto hishen për konservator dhe tani të vendet majt në krye të listës që t'i prit gjithë betejës demokratëve, kjo është një çështje tjetër për të diskutuar. Apo jo? Shumë e vërtetë. Se ka qenë Berisha tërkohën që ka sulmuar Sorosin. Pa fund, si mund të pranojmë një kandidat lidhur me këtë të fundit? Këtu referohem madhështore Skalaja, që ka dalë me postimet e veta. Prandaj, që zoti Binaj të jetë fitues, duhet të ketë gjithë të djathtën dhe përtej saj. Po a e ka sot zoti Binaj gjithë spektrin e djathtë? Kjo është pikpyetja më e madhe dhe ky është një ndër eksperimentet më të shëmtuara që po bën Partia Demokratike dhe që për opinionin tim do jetë mbi 100.000 vota minus 100.000 vota, pra do thellohet rezultati që Erion Velia i pati përballë Belind Këlliçit. Është e pa diskutueshme. Mbi ç'premisë ke këtë rezultat? Se apo mbi gjithë deduksionin se si është Partia Demokratike? E para që kur PD-ja nuk do hyj me logon e vet. Zotëri luftën e bën për logon. Gjithë debatin publik e kemi bërë me Lulzim Bashën për logon. Gjithë humbjen e zgjedhjeve të kaluara, Berisha justifikoi se ne hyrëm pa logon, se duhet jemi korrekt me publikun. Tani ne jemi me Berishën, me logon ton, po thjesht ai thotë ne nuk do hyjmë me logon, se ne s'kemi kandidat. Dhe këto po e kërkojmë tek shoqëria civile të pavarur, atë për çfarë shërben partia politike, për çfarë quhesh ti parti politike, kur ti nuk ofron dot një kandidat potencial politik. Rama përballë ka vënë varcën e vet, që është një personazh totalisht politik. Pëlqen nuk pëlqen ty, kjo është e vërteta. Ka vënë një makineri shtetërore në dispozicion saj për këtë fushat. Ndërkohë, ku jemi ne? Jemi 33 ditë përpara zgjedhjeve bashkiake dhe sot kemi një kandidat hedhur nga Sali Berisha që thotë do ta konsultoj të bind dakord edhe palët antare. Ky kandidat thot ai do ketë thot suportin e Partisë Demokratike, se flet në emrin e suportuesve të Partisë Demokratike, por aman ky nuk do hyjë me logon e Partisë Demokratike. Dhe ky është precedent i frikshëm. Alesia, në këtë precedent të frikshëm, do doja të bëja dhe një pyetje të fundit që lidhet drejt për drejt me këto ngjarje. Në këtë situatë ku Partia Demokratike po shkon në një betejë, nuk po e përcaktojmë si do të jetë fati betejës, pavarësisht se ju thoni që do jetë një diferencë shumë e thellë me humbje. Mendoni që do të ketë një foltore 2 brenda Partisë Demokratike? Para 2 ditësh ish deputeti Ervin Saliani kishte bërë një takim në Korçë që në media u transmetua ose u përcjell sikur po niste një foltore 2. Mendon që Saliani do të reagojë apo e shikon të pamundur? Tani reagimet politike bëhen në momentin e duhur dhe në momentin e caktuar politik. Unë nuk mendoj që kjo është koha e duhur për të nisur një foltore 2,
pa mbaruar dhe pa u parë rezultati që do prodhojnë zgjedhjet lokale, sepse Tirana do jetë një tregues i qartë nëse kandidati Berishës ka vota, mbi 100.000 vota, flas minus, do të thotë që kjo është një mesazh i qartë edhe për gjithë Partinë Demokratike dhe për drejtuesit e lartë saj, dhe vetëm mbas këtij rezultati ne mund të flasim për një foltore 2. Duhet ta lexojmë pa diskutim votuesin, duhet ta respektojmë votuesin. Duhet ta respektojmë votuesin. Patjetër. Dhe ky nuk është momenti për foltore 2, po është momentin që opozita ta marrë pa humor zgjedhjet e Bashkisë Tiranës. Ka hyrë me humor në këto zgjedhje. Alesia, edhe diçka të fundit. Ditën e sotme në një prej dosjeve që është bërë publike nga SPAK, apo nëpër media, në një prej dosjeve më të vështira siç është dosjet e Durrësit, është përmendur dhe emri i Monika Kryemadhit. A e shikon çiftin Meta Kryemadhi një sfidë të madhe përballë drejtësisë? Ka ardhur koha që të përgjigjen përballë drejtësisë. Kanë ardhur koha dhe e zonjës Kryemadhi çdo personazh që bën karshëlluk shqiptarëve, duke thënë që ka mbanjo dhe për macet, kur sot një çift i ri, sipas statistikave, duhen 19 vite pa prekur rrogën për të blerë një apartament dhe zonja Kryemadhi kishte banjo dhe për mace, duhet përgjigjen përpara institucioneve përkatëse. Përpara ligjit. Patjetër. Alesia, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e kësaj interviste. Faleminderit ty, Ermal. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek këtu live në Antena Televizion dhe në emisionin Sinjal, mos u largoni, mos harroni të bëni subscribe dhe të regjistroheni në kanalin ton, gjithashtu edhe tash për nani në diaspor, por edhe në Shqipëri. Është shumë e nevojshme, mbështetje që secili prej jush na jep me një share, por edhe me një klik për të ndjekur informacione më të fundit. Mos u largoni nga Antena Televizion, do të kemi përsëri lidhje live mbi ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit. Nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.